e ëmbël dhe e dashur për të gjithë. Filloj me muzikën qysh në moshë të re në një talent show për të qenë tani një ndër më të preferuarat e publikut. Por si arriti të mbaj famën me vite të tëra duke qenë larg skandaleve, si e cilëson ajo vitin 2013 dhe a do të kenë ndonjë bashkëpunim me këngëtare femra. Kësaj here më gjërësirë se kur, vjen Elvana Gjata në një rrëfim për veten. Emri Elvana Gjata nuk është i paqëllimshëm në botën e muzikës dhe as thjesht për të plotësuar ndonjë kategori që i kërkon mosha. E njëjtë si gjithmonë me buzëqeshje dhe atraksion, temperamente për drejtat e saj dhe shumë e mprehtë në përgjigje. Këngëtare me vite të tëra në skenë ku i rezistoi fjalës skandal duke mbajtur famën në saj të prodhimtarisë muzikore. E njohur veçanërisht për balada që sjell, ka bërë të mundur dashurinë maksimale të publikut. E zbuluar nga një talent show si ethet e të së premtës, kapi majat në top lista televizive e gjithashtu në radio. Por kohëve të fundit, lëshëm mund të themi që këto talent show janë zbehur dhe fituesit e prodhuar për të qenë yje humbin shkëlqimin. Është një mallkim që është vënë mbi ta, apo thjesht kurioziteti për të parë fundin ka humbur? Formula vjen gjithmonë më shumë bëhet e ditur nga publiku dhe kurioziteti venitet. Por unë mendoj që ka artistë shumë të mirë konkurrent në këto talent show, janë shumë të pakët, po ato që janë shumë të mirë dhe mendoj që nëse punojnë fort mund të arrijnë diçka. Vetëm do jepja këshill që mos të kenë sigurisht një frymëzim nga artistët shqiptar, por jo të mundohen të bëhen e thënë rëndomt kopje të artistëve shqiptar. Kjo është shumë e rëndësishme. Elvana qëndroi besnike në muzikën e saj, por mosha dhe fama që ka me do e mos do duhet të shfaqet diku. Nuk është parë të frekuentoj klubet e natës, apo të bëjë një jetë të shturur. E gjitha që rrethon është puna, familja dhe shoqëria e ngushtë që ka. Është në pyetje pjekuria apo zori. Unë vërtet jetoj kështu, nuk e bëj e sforcuar këtë gjë, nuk e bëj me zor këtë gjë. Kjo vjen shumë natyrshëm sepse unë kështu jetoj në fakt. Unë edhe dalet e mia në jetën e përditshme janë shumë të pakta. Nuk para frekuentoj prej vitesh as klubet e natës, kam shoqëri shumë të kufizuar, kam, mund të them, shumë pak njerëz në jetën time, po siç e thash në fillim të bisedës me shumë vlera. Edhe në përgjithësi më pëlqen të bëj këtë lloj jete. Mos paraqitja e saj në evente apo edhe jetë nate, refuzimi përgjigjes në media të lëm përshtypjen se është një nga ato vajzat mendje madhe, e tëra e mbuluar nga petku i titulluar famë. Okej. Do ta pranoj që sa që bëhet kjo pyetje nuk e mbaj dot të qeshurën. Sepse ndonjëherë do më pëlqente që t'isha mendje madhe, sepse jam më modeste se ç'duhet. Kjo është një vreti që ma heqin njerëzit e mi. Unë jam shumë modeste dhe me shumë në këmbë tokë. Puna e saj e palodhshme gjatë vitit të kaluar ka bërë që majën e fituar ta mbajë të shtrënguar me dhëmbë, e gjitha kjo fal kualitetit muzikor të sjellur në tregun tonë. 1990 me MC Kreshën apo Beso me 2x2 ishin ato që lanë gjurmë përgjithmonë në karrierën e këngëtares, si medalje të fituara e të varura në murin me titull karrierë. Po 2014, ku do të ndaloj atë? Po punoj në fakt prej 2 vjetësh, mund të them 1 vit e gjysmë 2 vjetësh janë bërë tashmë për albumin e ri. Kënga 1990 ishte një, le të themi, një paralajmërim i asaj se çka do të ndodhë më pas, sepse i gjithë albumi ka një frym të tillë. I gjithë albumi është konceptuar retro. Unë jam kështu pak old school, më pëlqen muzika e viteve 80-90, kryesisht në këto vite kemi lëvruar dhe ne. Për vetë faktin se vetë materiali ka një ide të mirë, megjithatë zgjerohet shumë kur punon me artistë mirë, siç janë Keo, Elvana, janë favorit tek unë. Me Elvana e kam treguar për vitesh, por edhe me Keos, nga bashkëpunimi që kam pasur
këtë verë, një këngët më të mira, do kisha thënë, ndër më të mira e kësaj vere. Kështu që besoj që do të jetë pikërisht ajo shkëndia e cila po merr flak sepse po jedhin benzinë. Përveç albumit që do t'jetë qendra e karrierës së saj për 2014, e që do të përmbajë më vetë edhe 4 balada, muzika para pëlqyer e këngëtarës. Nuk mund unë të thirrja dot. Paralel me të në treg do gjeni edhe një live sesion të dytë të kënduar nga ajo, me shprehje dhe muzikë të Mirfield shqipe, e që do të bëjë sipas tyre të mbajë pjedestalin e më të mirës për 2014. Ajo tani së bashku me ekipën e gjerë është duke punuar në projektin më të ri të titulluar Disco, në bashkëpunim me Chaos, ku janë edhe në finalizimin e klipit. Por fjala ndëgjuar nga Elvana ndryshe, a do të jetë me të vërtetë ndryshe, apo do të dalë ashtu si u doli dhe shumë të tjerëve e vetëm fjalë. Kam dëshirë pak që t'ja lë videos të flasit. E di ç'a ndodh me mua, Loren? Jo, e di ç'a ndodh vërtet? Ndodh që edhe këtë që po e them dhe këtu. Unë intervistat, një nga gjërat pse refuzoj gjithmonë t'i bëj dhe i kam shumë të pakta, është sepse më pëlqen që për mua të flasi puna dhe jo fjalët e mia. Gjithmonë kjo ka qenë arsyeja që i kam refuzuar. Kështu që duhet të dalë tek kjo, që edhe për sa i përket videos disco dhe këngës, do doja që më shumë sa fjalët e mia ta tregoj vetë ajo video që është vërtet ndryshe. Edhe është vërtet një frym shumë e mirë në tregun ton muzikor. Atëherë presim e shohim. Këngëtarja Gjata ka kohë që ka krijuar stilin e saj në veshje e gjithashtu prezantim. Jo shumë e zhveshur, por gjithmonë me kufi brenda normalës. Pse i rezistoi zhveshjes së vazhdueshme në skenë? Ndjej një përgjegjësi shumë të madhe ndaj atyre vajzave, fanseve të mia që më ndjekin. Unë e di shumë mirë dhe jam shumë e qartë për këtë pikë që brezi i ri, të rinjt, sidomos vajzat, ndjekin shumë dhe kanë për shumë artistë, edhe shqiptarë dhe të huaj. Edhe në këtë pikë ndjej një lloj përgjegjësie për çdo veshje timen. Prandaj zgjedh gjithmonë që kur vi ndryshe, kur eksperimentoj gjithmonë me një kufi të caktuar. Edhe sigurisht që kjo nuk ndodh rastësisht. Këngëtarja në fjalë nuk është parë kur të ketë falenderuar grimerin, stilistin apo dizenjatorin. E kjo për faktin nga se gjithmonë pothuajse është kujdesur vetë për veshjen. Por së fundmi, çfarë dyshoj që e bëri këngëtarin të ketë një bashkëpunim në veshje nga ai që vesh të gjithë estradën. Kam kohë që e mendoj, kam kohë që e dëshiroj, edhe ndodhem në fund, një bashkëpunim me Valdrin Sahitin. Gjithmonë kam pas vlerësimet më të mira për të, edhe asnjëherë nuk ka qenë e mundur që të bëhet një bashkëpunim i tillë. Derisa erdhi projekti Disco, më erdhi shumë mirë që edhe ai e gjeti shumë veten në këtë projekt, punuam bashkë, bëm diçka në kohë rekord, dua ta them, në kohë rekord, dihet gjërat si shkojnë mes artistëve, gjithçka është me 300 në orë. Kështu që jam shumë e kënaqur nga ky bashkëpunim. Edhe në fakt ai do ta shikoj, besoj, këtë intervistë dhe do ta shikoj që unë jam shumë mirënjohëse për punën e tij, vërtet. A mos është e mundur që do ta shohim këngëtaren me linjën e saj të veshjeve të etiketuar me inicialet EG? Valdrin ke folur? Ja, so bëj shaka. Ja, bëj shaka. Një nga ato 1000 gjëra që kam kaluar në përmend, se kam shumë projekte të cilat dua t'i bëj mundësisht paralel, por nuk do të shkoj shumë derisa kjo gjë të ndodhi. Mendoj brenda këtij viti. Tek jemi të këngëtarët, edhe puna e tyre kemi parë të atill që janë prej shenjave të satanizmit apo illuminatit. Mes tyre është edhe Elvana, ajo e cila te klipi fake është parë mbuluar me këto shenja. Mos ka këtu ndonjë gjë nga se thënia popullore, ku dhëmbi shkon gjuha, përshtatet më shumë se kur tek kjo pjesë. Unë jam rritur me tjetër frym, jam rritur me besimin në Zot, jam rritur me mentalitet tjetër, kështu që mendoj që kjo është një gjë shumë larg mendjes time.
Edhe pse kam një informacion shumë të mirë për gjithçka që ndodh rreth Illuminat. E lëm anash jetën e skenës me drita dhe xixa, por i kthehemi tek ajo më personalja. Nuk do të kishte kuptim të dilnim pa pyetur se si ka punët Elvana me jetën e saj private. Mirë, faleminderit. Ti? Po shumë mirë atër. Është gjithçka në rregull. A je lidhja? Unë jo pa qëllim të bëra gjitha të bisedë në fillim të intervistës. E them tani duke qeshur, po jam shumë serioze në këtë gjë, që është një nga gjërat që unë e ruaj me thonjë shumë. Privatësinë time e ruaj si nga gjërat më të shtrenjta që kam, sepse dua që të mbetet vetëm e imja. Edhe këtë e bëj më e vendosur se kur, vërtet. Nuk më pëlqen në asnjë moment, ne biseduam dhe bashkë më përpara, asnjë moment të përziej në muzikën time, në atë mesazhe që unë jap me muzikën time, në asnjë moment nuk do doja që të përziej jeta ime private, sepse do më shkonte e gjithë puna dëm. Këto fjalë mbeten enigmë, se është apo nuk është përgjigje konkrete nuk marrëm. Por gjithsesi gjasat janë të mundura që diçka Elvana me jetën private po zihen, et mos i largohemi edhe shumë kësaj pune. Shumë herë u përfol për një lidhje të moshme mes Florit dhe Elvanës. Ka apo s'ka diçka? Unë mund të them diçka që do ta them gjithmonë sa të jetë jeta, që Flori është muzika ime. Flori është një nga njerëzit që vlerësoj më shumë në jetën time. Vlerësoj vërtet për njeriu që është, sepse nga ai njeri buron edhe ajo muzikë aq e bukur. Me kaq, edhe mori fund e gjithë vizita jonë në studion e Three Dots, për të mësuar më të reja rreth Elvanës, por me gjas të rikthehemi së shpejti në po të njëjtin vend, e për të mësuar të reja rreth Florit dhe Three Dots në përgjithësi.